Pas datës 1 shkurt, çmimi i energjisë elektrike për konsumatorët familjar zyrtarisht është thënë se është ulur me 8 lekë. Në faturat e energjisë elektrike, të cilat paguhen në muajin mars, por janë të konsumit për 6 shkurtit, qytetarët e Vlorës, të cilët i kanë paguar tregojnë se nuk kanë evidentuar asnjë ulje të vlerës së energjisë elektrike. Sipas tyre, kanë paguar të njëjtën vlerë si më parë dhe disa prej tyre edhe më shumë. Sipas qytetarëve, pavarësisht se u përfol se do të ketë ulje, në faturat e energjisë nuk është evidentuar, teksa ata e quajnë si tepër të nevojshme reflektimin e kësaj nisme dhe uljen e çmimit të energjisë. Ka ardhe njëta apo? E njëta, deri në fund e na shi e njëta. S'ka ndryshuar asnjë, ke paguar njësoj. Sinqerisht jo. Po si ka mundësi se u tha se energjia do t'ulej? Se di. Të gënjejtë, fut gënjesha kotë s'ka lezet. Të jemi realist këtë flasë. Me dhe t'i thuaj që kjo nisëm të ty nuk ka pasur efekt. Razë. Fleta e faturës nuk na vjen. Që ta marrin vesh ul apo është rritur. Unë për kundrazi këtë muaj kam paguar më shumë sepse kam harxuar korrent, jam ngrohur me korrent. Po si vetë paguan ti për shkak energjinë elektrike pa faturë? Po të gjithë Shqipëria shkoi paguar. Jo vetë atje çeli brezën e gjen atje në kompjuter ajo. Kaq që thotë vë vulën atje kaq. Sa paguan? Po pak apo më shumë se muaj i kaluar? Më shumë ka muaj i kaluar. Më shumë? Si ka mundësi se energjia elektrike u tha që do ulej çmimi? Nuk e di. Ja, po kam librezën. Sa paguan? A thua do të vlerën? Do ta them ore. 34.400. 34.400, ndërsa një muaj më parë paguar 30.000. 4.400 lekë më lart. Po. Do të kjo nisma e uljes së energjisë elektrike të ty? S'ka kohë, nuk ka. Nuk e marrë vesh, as ke i pyetur fare që po që. Kaq S'ka paguar. as informacion. Asi. Po këto fatura si son, janë të larta? Po shumë të larta për mua që marrë 160.000 lekë pension. Pa llogaritë. Tani unë mos e flas fare, as me celular, me fëmijët, as me gjë, se unë jetoj vetëm. Se të energjia, për shkak se nuk e Se? paguan dot? Ishte kur se tani dola, e morë djarë. Levatër që do vjetë. Po një që zjarë kur ha buka atje, nuk do të avë një furnel të vogël. Pa lere kondicioneri që i ka arruar ato. Po, tani gatuaj me gas. Kështu që pensioni jonë është, ne jemi të varosur. Ne jemi të varosur për së gjalli. Çfarë duhet bërë që të përmirësohet kjo situatë? Çfarë duhet të bëjmë? Të ngrihemi të gjithë dhe të kërkojmë të drejtat tona. Të kërkoj. Në këto kushte duket pak e pamundur kjo gjë. Jo. Për ne pensionistat, ne ngriti radhën e parë sa, ne ngriti 4%. 4%, një shishe vaj nga i vajte që është kështu bori bardh. Jo modern. Fëmijët kanë familjet e tyre. Edhe mund na ndihmojnë, nuk e diskutojmë. Po tani do na ndihmojnë për një spital, se doktorit po se futet dorën në xhep, nuk të kap me dorë. Jo për gjërat bazike. Ndërkohë në Vlorë, qytetarët pohojnë se për shkak të vlerave të larta të energjisë elektrike, detyrohen të kursejnë çdo ditë edhe më tepër. Ata thonë se për ta faturat janë të papërballueshme, duke i detyruar të kursejnë të ngroja, apo edhe deri te gatimi dhe nevojat e tyre jetësore. Vazhdon të kursesh, Nuk diskutohet çfarë thua me 200.000 lekë rrogë. e papërballueshme. Po çfarë thua çfarë 227.000 lekë rrogë. Që vazhdoj të kursej. Do me thënë se unë atë zgjej në një ves, edhe në drekët që ku kujt në një qik mish, se njëherë në 24 orë ha, se atë mosh ka. Edhe kjo është ajo që dhe kam vetëm drita Se të ingrëni kur i thamë. Jo, po gatuaj gjithmonë me korrent. S'ka marrë pensionin akoma. Kam 3 ditë që po vete s'po e marrë dot Dhe ju akoma. prisit me Do marrë pensionin, pasi do pagoj ato. Është thënë që do ulet çmimi i energjisë, ose është ulur. Mendon se do të ketë impakt te faturat reale? Po nuk e di, kur ta ashtu. Ku ti pagoj. Për abonentët familjar, çmimi i energjisë elektrike është tashmë 8.5 lekë, sipas edhe versioni zyrtar nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike. Por kjo ulje ka nisur të aplikohet në faturat e marsit për konsumatorët të cilët konsumojnë
deri në 700 kW dhe janë sigurisht abonent familjar. Sipas llogaritjeve të OSHE, çmimi në faturat e energjisë elektrike do të ulej me 800 lekë të reja në muaj, por kjo gjë në Vlorë, me sa duket, edhe nga konfirmimi i qytetarëve, nuk është reflektuar ende.